Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ku po takohemi me top lajmin e ditës së sotme. Ekstradohet në Tiranë Kleviol Ahmeti, një person i shpallur në kërkimin ndërkombëtar ka rënë në prangat e policisë shqiptare pas një operacioni të përbashkët mes Interpolit në Tiranë dhe Interpolit në Abu Dhabi. Bëhet fjalë për 39 vjeçarin Kleviol Ahmeti nga Lushnja, i cili u lekalizua dhe u arrestua në Dubai për t'u ekstraduar drejt Shqipërisë, në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted. Ahmeti ishte në kërkim nga autoritetet në Tiranë dhe në Fier, pasi ndaj tij gjykata e apelit në Tiranë kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale për ndjekja. Sipas hetimeve, ai për disa vite kishte përndjekur fizikisht dhe në rrjete sociale një shtetas me inicialet R.R, si dhe familjarët e tij. Por kjo nuk ishte e vetmja dosje ndaj 39 vjeçarit. Gjykata e Fierit e kishte dënuar më herët me 9 muaj burg për veprën penale, largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit, pasi kishte thyer masën e sigurisë që ishte vendosur më parë. Pas arrestimit në Dubai dhe procedurave të nevojshme ligjore, Kleviol Ahmeti është ekstraduar në Shqipëri, ku do të përballet me drejtësinë për akuza që rëndojnë mbi të. Operacioni The Wanted vijon me qëllim kapjen dhe rikthimin në vend të personave që kërkojnë të shpëtojnë drejtësisë shqiptare duke u strehuar në vendet e huaja. Duhet theksuar se Kleviol Ahmeti, i njohur si Klevio, ishte në paraburgim edhe në edhe në Dubai realisht brenda një muaji qëndrimi atje. Të gjitha lajmet që kanë të bëjnë për Klevion dhe se si do vijojë kjo situatë ne do t'i sjellim në kanalin Monitor TV.